Gjykata e lartë pritet që më 9 prill të mbledh kolegjin e posaçëm për të unifikuar praktikën gjyqësore lidhur me masat e paraburgimit. Vendimi vjen në mes të debatit politik mbi arsyetimin e caktimit të masave të arrestit në burg dhe pas disa vendimesh të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit që ka gjobitur Shqipërinë për paraburgim të paarsyetuar. Por nisma e kryetarit Sokol Sadushi është pritur me kritika nga përfaqësues të opozitës, ndërsa i ka theksuar se masa e paraburgimit duhet të arsyetohet qartë nga gjykatat. Vendimarrja mbi lirinë personale duhet të jetë arsyetuar në mënyrë të tillë që të jetë e kontrollueshme dhe e verifikueshme, jo e mbështetur në formulime standard, thot Sadushi në argument. Ndërkohë raporti i fundit i publikuar nga Prokuroria e Posaçme për veprimtarinë e vitit 2025 tregon një ulje të përdorimit të masës së sigurisë arrest në burg. Sipas raportit, gjatë vitit 2024 është vënë re një rënje ndjeshme e kësaj mase dhe një zhvendosje drejt masave alternative të sigurisë. SPAK në shumë raste ka vendosur masën detyrim paraqitje, ndërsa raporti evidenton se nga 8 raste në vitin 2021, kjo masë ka arritur në 63 raste në vitin e kaluar. Për rastet e korrupsionit, Prokuroria e Posaçme vlerëson se masa e ndalimit të daljes jashtë vendit është një masë e përshtatshme siguria. Ky fakt pasqyrohet edhe në raportin për vitin 2025, ku theksohet se masa e ndalimit të daljes jashtë vendit është dyfishuar krahasuar me vitin 2024. Gjatë vitit të kaluar, në kuadër të politikës penale të ndjekur nga SPAK për kërkesat për masa sigurie, janë regjistruar 294 procedime penale, megjithse 434 persona të përfshirë. Nga këta, për 110 persona është caktuar masa arrest në burg, për 29 persona arrest shtëpie, për 63 të pandehur masa detyrim paraqitje, për 2 persona pezullim nga detyra, ndërsa 152 persona janë hetuar pa masë sigurie.